Çmimet e derivateve të naftës ulën për 2.5 denar që sot. Kryeministri Kristian Mickoski u shpreh se bashkë me Ministrinë e Energjetikës dhe kompaninë Okta kanë punuar në modelin që ju mundson kompanive të marrin derivate më të lira. Sipas planit, Okta nga sot do duhet të bëjë lirim prej 45 deri 50% kompanive që do të bashkëpunojnë me të, që do të thotë ulje për 2 denar për litër. Më pas, kam biseduar me një pjesë të madhe të pronarëve të pompave të karburantit, të cilët më thanë se këtë do t'u përcjellin edhe qytetarëve. Kështu që, për shkak se KRRE e ka caktuar çmimin më të lartë, pres që pas të publikohet kjo, gjatë ditës të ulen çmimet e derivateve të naftës për 2.5 denar. Në para, kjo i bie se 1 litër dizel do të kushtoj 1.35 euro. Mickoski u shpreh se edhe pse jemi vetëm disa qindra kilometra nga vendet e luftës, megjithatë vendi ynë mban çmimet më të lira të derivateve. Në shtetet fqinje, potencoi ai, në Serbi nafta është mbi 1 euro e 80 cent, në Shqipëri 1,80, në Kosovë mbi 1,50 cent, kurse në Europë është mbi 2 euro. Për këtë fakt, ai tha se vende nga rajoni po vinë për të mbushur karburant në vendin ton. Mickoski njoftoi se të hënën që kaloi është shënuar piku historik më i madh i harxhimit të karburantit. Numrin që ma thanë, pra bëhet fjalë për 2 milion litër për një ditë. Kjo do të thotë se jo vetëm qytetarët e vendas, por edhe nga vendet e rajonit vinë tek ne të mbushin karburant. Të hënën që lan pas, pasi KRRE vendosi për rritje të çmimit të derivateve të naftës për 14.5 denar dhe vendimi do të hynte në fuqi në mesnatë, gjatë ditës pompat e karburantit u vërshuan nga qytetarët, duke krijuar radhë shumë të gjata dhe bllokuan trafikun.